vazhdon terrori i panërprer i Lubi Ballukut ndaj eksponentëve të tjerë të Partisë së Krimit. E armatosur gjerë në dhëmbë me dosjet e krijuara nga regjistrimet e paligjshme që Oltion Bistri ka kryer me porosi të asaj dhe të Edi Ramës, të ambasadave, të institucioneve, të drejtuesve dhe ministrave të qeverisë socialiste, Lubia tani ju ka imponuar atyre. Omerta, kodin mafios të heshtjes. Ajo nuk i ka kërcënuar ata dhe nuk i kërcënon me plumbin mazveshje apo nulet ballit, por me dosjen publike pra gjithë shqiptarve, me të cilën ajo është aftë të pres çdo karrierë të tyre, ndaj dhe ata, si që keni vure ju, mbaj një heshtje totale. Janë pra këto rrethana të cilat bëjnë që Lubia jo të mos mendoj për dorëheqje, po të kërcënoj me ndërprerje karriere se cilin për atyre që do guxoj të punoj kundra saj, ju rezervon, zotohet të rezervoj fatin e Lali Vjedhësit. Lali Vjedhësit. Kjo është gjendja sot në Partinë e Krimit. Së fundi, Gilmando Dani ka qenë bodyguard dhe financues i ministrit kriminal Blendi Goxhe, se në qoftë se ti bashkëpunon me kriminal ti krye një krim, sikundër edhe Hoxha. Ai ka përdorur të gjithë bandën e tij, se në fakt Dani ishte eksponenti më kryesor i akuzuar për një sëri vrasjesh dhe aktësh të tjera i bandës famkeqe të Shullazit. Pra si të shifni, dy viktimat që ju ekzekutuan në vendin më të sigurt ishin lejtnant të dy ministrave të kabinetit të shkuar. Ndiqeni me interes. Pas zgjedhjeve, Shaljani shpërblehet me spaletat e oficerit policisë në një nga vendet më delikate të shërbimeve inteligjencë policore të përdorura, të keq përdorura, në tashmë në mënyrë dokumentuar nga bandat dhe krimi në të gjitha aspektet. Por nuk ka dyshim
sa ata që i ekzekutuan Gilmando Danin, që shkrehen me 10 breshri kundër tij, ishin njerëz të qeverisë, më të fuqishëm se viktimat e tyre. Ju e pat ata 3 vrasës mund t'i cilësosh fare mirë antarë të forcave speciale për ka shkalla e përgatitjes tyre, të policisë së shtetit, të ushtrisë, natyrisht, mund t'jenë dhe vrasës me pagesë, por në emër të bandave më të fuqishme, rivale, të cilave ju vun dispozicion aeroporti për të kryer hakmarrjen e verbër. Nuk duhet të hy këtu, se janë të njohura hakmarrjet mafioze të bandave me njëra tjetrën, të këtyre bandave njëra me tjetrën. Nuk është problemi imaj, por çështja është se banda që ekzekutoi Gilmando Danin dhe plagosi rënd Mustafa Sheqerin, kontrollonte aeroport në Rinasit në çdo skaj në rrafshin e sigurisë së tij. Ndaj dhe kreu me aq gjaktësi, me aq siguri, ditën për drek, para kamerave dhe 10 qytetarëve dhe policëve që kalonin aty. Para komisariatit policisë, para salonit të vipave, pra banda nuk zgjodhi një rrugë diku larg, nuk zgjodhi një rrugicë të ndërton të pritën, sepse ajo kishte në kontroll të plot aeroportin. Ky është dëshmi tjetër flagrante e narkoshtetit, të Ramaduros apo Norjegës së Europës. Kjo është dëshmi tjetër e lidhjeve të krimit dhe bandave me nivelet më të larta të qeverisë. Kjo është një dëshmi tjetër e turpshme e censurës, ku mediat ndonë se kanë të gjitha dhanat, nuk flasin për lidhjen si mishi me thoj të Muç Shaljanit me Ervin Hoxhën dhe të Gilmando Danin me Blendi Goxhën. Kjo është një histori e turpshme, si nderon kjo censurë.